Me të identifikohen të gjithë ata që udhëtuan që prej së shtunës për të mbërritur në sheshin Nën Tereza. Me durim, fisnikëri dhe përulësi ndaj Zotit pritën mbërritjen e Papa Franceskut, teksa udhtoi nga aeroporti u drejtua fillimisht drejt oborrit të presidencës. Në shesh bëheshin përgatitjet e fundit dhe zëdhën si vizitës së Papës Dom Gjergj Meta, shfaqej sa diku tjetër, me përkujdesjen që asgjë të mos bjerë për keq në sy në këtë ditë historike për kombin shqiptar. Ovacionet dhe entuziazmi në shesh dukshëm u rritën, teksa nga mbyllja e fjalimeve në presidencë kuptuan se ishin në prag të zbritjes së Papës në shesh. Gjithçka gati për të përcjellë përshëndetjen e Atit të Shenjtë në prag të fillimit të meshës. Më fatlumët ishin sigurisht ata pranë kordonit të sigurisë. Bekimi më i madh për fëmijët që Papa Francesku mori në duar. Me Çelsin e Tiranës në dorë e priti kryetari i bashkisë Lulzim Basha. Duke kujtuar emrin e sheshit ku nisi të kremtonte meshën, Papa Francesku ju drejtua me këto fjalë mbar popullit shqiptar. Venendo oggi in mezzo a voi, cari fratelli e sorelle dell'Albania, in questa piazza dedicata. Duke ardhur sot mes jush, të dashur vëllezër e motra të Shqipërisë, në këtë shesh kushtuar bijës së madhe e të përvuajtur të këtyre trojeve, Nën Terezës së Kalkutës, dëshiroj ta përsëris këtë përshëndetje. Paqe në shtëpitë tuaja, paqe në zemrat tuaja, paqe në kombin tuaj. Nei vostri cuori. Pace nella vostra nazione. Pace. Keqardhje që regjimi komunist pengoi lirinë e besimit në Zot, ndonë se ndrita ungjillit e preku këtë tokë që kur ishte i lire. Coloro che avevano paura della verità. Ata që kishin frikë nga e vërteta e nga liria, bënin ç'ishte mundur ta dëbonin hyin nga zemrat e njerëzit e ta përjashtonin Krishtin e kishën nga historia e vendit tuaj, ndonë se ai qendër më të hershmit që mori dritën e ungjillit. Në leximin e dytë dëgjuam të përmendet Iliria që në kohët e apostullimit të Palit përfshinte edhe trojet e Shqipërisë së sotme. Includeva anche il territorio dell'attuale Albania. Vlerësim dhe mirënjohje për klerikët shqiptar, martirë të kohës së diktaturës. Ati i Shenjtë uroi që ta mbështesim shpresën gjithmonë në simbolikën e flamurit tonë, që Shqipëria kurrë mos harroj. L'Aquila, raffigurata nella Uroj që Shqiponjat, cilën e shikojmë në flamurin e vendit tuaj, t'ju kujtojë gjithnjë shpresën për ta mbështetur për herë besimin tuaj në hyin, që nuk zhgënjen, por është gjithnjë për krah nesh, posaçërisht në çastet vështira. nei momenti difficili. Ishin çaste të vështira ato të imponimit të ateizmit, por ato nuk po i mungojnë Shqipërisë as në këto vite demokraci, shprehu keqardhjen kreu i kishës katolike shqiptare. Pam të thedhohet hendeku ndërmjet pak të pasurve e shumë të varfërve, e pasi maska e materializmit ideologjik të komunizmit ra, njohim mira fytyrat e rreme të materializmit praktik të konsumizmit. Dicono che l'Albania è il paese più giovane della. Ndaj dhe mesazhi kryesor i Papës në mesh ishte për të rinjt. Jo më kot e quajnë Papa i të rinjve, dhe në Shqipëri ata i ka gjetur në shumicë. Ma ce n'erano tanti. Pash shumë të rinj rrugës kur po vija nga aeroporti. Ma questo è un popolo giovane, Ky është një popull i ri. molto giovane. La nuova generazione. Të dashur të rinj, ju jeni brezi i ri i Shqipërisë, me forcën e ungjillit e me shembullin e martirëve. Të dini t'i thoni jo idhujtarisë së paras, jo lirisë së rreme individualiste, jo varësive e dhunës. E t'i thoni po kulturës së takimit e të solidaritetit, po bukurisë së pandashme nga e mira e nga e vërteta, po jetës së shkrirë për ideale të mëdha, por besnike edhe në gjërat e vogla. Kështu do të ndërtoni një Shqipëri më të mirë e një botë më të mirë.
Così costruirete una Albania migliore e un mondo migliore. Jezusi na njeh më mirë se askush tjetër kur gabojmë, nuk na dënon, po na thot: "Shko për tani tutje, mos më kato më", tha Papa Francesku, në këtë shesh ku papërsëritshëm, ku mboi lutja paqësore, drejtuar engjullit të Tën Zot, kumtari që sillte lajmin e mirë të ardhjes në botë të Princit të Paqes. Papa kungoi ata që kanë ditëlinjë në këtë ditë dhe janë pagëzuar, si dhe çiftet e reja të martuara në Kish, i bekoi ata, ashtu si dhe mbar popullin shqiptar.